Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini. Ky është qasti i dur. Jemi drejt për së drejti nga ekrani i Radio Televizionit Publik Shqiptar, si çdo ditë me ju. Unë edhe Sergio Hajdini, ju përshëndesim. Mirë se vjen Sergio. Si jeti sot? Ita, mirë shumë. Sot në fakt kemi një ditë e cila do të jetë e ngjeshur me personazhe, me të ftuar, me tema të cilat do t'i trajtojmë në emisionin tonë. Sigurisht, duket sikur vendin kryesor, në të paktën ata që janë të ftuarit e mi tet a tet, apo kok më kok, le ta themi kështu, vinë kryesisht nga fusha e aktrimit, e teatrit, e regjisë, pra e kanë pjesën më të madhe të karrierës së tyre aty, ndërsa pjesa tjetër sot do të flasim për teman familje, për shembull do të flasim se çiftet në përgjithësi zihen kur vjen në jetë një fëmijë, është çuna apo është vajzë, apo ndodhin këto situata. Ty akoma s'ka ndodhur? Po kemi dëgjuar që ndodhin. Përpiqemi të bëjmë tema pak edhe interesante, pak edhe për të përfshirë, pak edhe për të sfiduar kohën, se ky shiu na çmend, ka përmbytur gjysmën e vendit dhe nuk është se ndihemi fort mirë në të tilla kushte, megjithatë ne përpiqemi të japim mesazhe të këndshme, të përpjekim të heqim mendjen, po themi, nga një përditshmëri ndonjëherë edhe e lodhshme. Megjithatë, unë nuk e di sepse kam gjithkohës në mendje atë këngën Shi bie në Tiranë. Kush më bukur se Fitnete Tuta. Ta këndoj unë prapë, o zot. Shi bie në Tiranë, nga mali yt edhe qelli qanë, je ide nga pia, apo nga ndëshuria, ti ec për këmbët nuk të mbaj, je ide nga pia, apo nga ndëshuria, ti ec për këmbët nuk të mbaj. Pa, lëre tani. Në fakt është një nga këngët më të bukura dhe që kam përshtypjen që i kalon në mendje njerëzve sa herë që shi bie në Tiranë. Sepse Tirana shiun e ka të lodhshëm, po edhe romantik, le ta themi kështu, sepse është një qytet që ka shumë lëvizje, që ka shumë ndjesi dhe padyshim në kryeqytetin ton ato ndahen me njerëzit të cilët i duam. Sigurisht, ndonjëherë edhe lodhemi, na zë edhe trafiku, ndonjëherë na zë edhe përditshmëria, por megjithatë, ne përpiqemi t'i kalojmë këto momente duke shkuar tek ndjesitë pozitive. Do shkoj tani tek i ftuarimi i parë, i cili është aktor, regjisor. Kemi nga emrat më interesant të themi të brezit të ri të teatrit të shqiptar. Ai është formuar në Akademinë e Arteve me një profil interesant, por nga shfaqjet dramatike deri tek satira lëviz me lehtësi dhe këtë të paktën e ka dëshmuar më së miri. Kam kënaqësinë që të kem të ftuar sot në studion e Çasti i duhur, Giuliano Brisku. Përshëndetje Giuliano, mirë se vjen. Kënaqësi që të jam këtu. Si dhe për mua. Si je? Hajde ulemi. Zërvën tu në mes, pranë meje. Mirë ke qenë se kanë mbajtur punët? Mirë, pak i lodhur, po shumë mirë. Ty të zurin një çik trafiku? Jo, për fat të mirë unë pëlqej që të eci në këmbë, megjithëse sot ishte pak shi, po ja dola me një çadër. Ashtu, a? Dhe nuk... Jo, asnjë. Tirana është e thjesht për të shëtitur? Unë trafikun e kam pak shumë stres, edhe përpiqem gjithmonë ta evitoj. Ta evitosh. Edhe, do më thënë, mundësia e shtëpisë time me teatrin është afër, kështu që e bëj një xhiro në këmbë. Edhe televizioni shqiptar është në qendër, ja ku është teatri, ja ku është televizioni, kështu që ja ku mbrite këtu. Si ka nisur ky vit për ty? Përfundoi me diçka shumë të madhe, me ditë shumë të lodhshme, por të bukura, dhe nisi menjëherë me një energji të re, me një shfaqje. Provat që ne i kishim nisur para shumë muajsh, në muaj tetor, me regjizore Driada Dervishin, që gjej rastin ta përshëndes, dhe presim premierën datën 13 deri në datën 18 në Teatrin Kombëtar me 24 orët e një votuesi. Okej, si është puna? Menjëherë ti e lidhe gjithçka direkte me punën, asgjë me ndjesitë personale, asgjë me pushimin, asgjë me vitin e ri dhe gjërat që duhet të ndodhin. Megjithatë, meqense e nise direkt me punën, ne kemi bërë gati një insert që edhe njerëzit të ndjekin, le të themi, një kartolinë të asaj që ne mendojmë që ti përfaqëson të paktën deri tani në fushën e teatrit dhe pasionit tënd të madh, dhe mund ta kuptoj që menjëherë përgjigjja jote orientohet direkt aty tek puna dhe tek ndjesitë tua. Është bërë jeta e pandashme në teatri. Okej, le të ndjekim insertin dhe kthehemi për të vazhduar bisedën në studio. Giuliano Brisku,
një nga ata artistë që nuk kërkon vetëm të shihet, por të kuptohet. I formuar në Akademinë e Arteve, ai ka ndërtuar rrugën e tij hap pas hapi, me skenës së teatrit, fjalës dhe përgjegjësisë që arti ka ndaj njeriut. Si aktor, ai ka sjellë në skenë personazhe të fortë emocionalisht, dhe vepra si Nëna, Firma e Kafshëve, Nata e 12, Shumë zhurmë për asgjë e shumë të tjera. Për të interpretimi nuk është thjesht një rol, por përballje mes ndjenjave, konfliktit dhe realitetit njerëzor, ku tërheq një vëmendje maksimale dhe qëndron gjatë në kujtesën e publikut. Por rrugëtimi i tij nuk ndalet me kaq. Si regjisor, Giuliano Brisku ka zgjedhur të tregojë histori që pyesin, që shqetësojnë dhe që lënë gjurmë. Me shfaqjen Kush do të kujdeset për mua, ai vjen me një thirrje të fortë për humanizëm dhe përgjegjësi sociale. Një vepër e vlerësuar dhe me çmimin kryesor në festivalin teatror Hapat. Ndërsa me Koloneli Zog, ai përballet me historinë, pushtetin dhe sfidat morale, duke i quajtur vetë një nga provat më të mëdha artistike të tij. Në film ai hedh një tjetër hap të rëndësishëm me gjurmët, një rrëfim për të rinjt, për zgjedhjet, plagët, dashuritë dhe betejat e brendshme, ku çdo histori është një reflektim i shoqërisë së sotme. Në dhjetor të vitit 2025, në teatrin Andon Zako Çajupi në Korçë, me regji të Giulianos, u sul në skenë muzikali Katedralja, një muzikal që rëmbeu zemrat e publikut dhe pati një rekord shitjesh. Këtë janar ai ngjitet sërish në teatrin kombëtar si aktor në shfaqjen 24 orë nga jeta e një votuesi. Giuliano Brisku është një artist që nuk ndjek rrugët e lehta, por zgjedh të pyes, të kërkojë dhe të tregojë. Si të duk? U habita pak. Faleminderit habite shumë pak. për këtë insert kaq të bukur. Nuk e di, më kaluan gjitha shfaqjet deri tani, më kaluan kështu në përmend nga fillimi deri në fund. Shumë emocion i bukur. Falenderoj. Sigurisht je një djalë i ri dhe talenti është i dukshëm. Megjithatë, duket sikur e ndan pasionin mes regjisë dhe teatrit, nuk i ndan dot nga njëra tjetra. Pra aty ku shkëlqen si aktor, aty edhe më njëherë një shfaqje jote ja merr vëmendje, eksperimenton, shkon deri te musicals, pra nuk ndalesh me hapësira të vogla. Ke bërë dhe sprovën tënde të parë filmike që ka rezultuar gjithashtu një sprovë interesante. Unë në fakt kam mbaruar për regji teatri. Okej. Por profesori jon Aler Çeloalie, që gjej rastin ta përshëndes, ka parë tek ne që sepse ka qenë dhe profesorin para shumë vitesh dhe më vjen shumë mirë që e vazhdon me të njëjtin pasion të nxjerrë breza të tërë studentësh. Jam mirënjohës për gjithë punën që ka bërë me ne dhe për te të gjithave ai pa tek ne, jo vetëm tek unë, po te disa shok të tjerë të kursit që kishim aftësi në interpretim ose në aktrim. Dhe rrugtimi ka nisur me role të vogla, por sigurisht pikësynimi im kryesor gjithmonë ka qenë regjia. Sigurisht e kam nisur me shfaqje shumë të vogla, me disa organizata për shfaqje me tema sociale, kur më pas mora një guxim për të bërë një shfaqje teatrale të mirëfillt, më pas një tjetër, por gjithmonë rolet kanë qenë të pandashme, njëra pas tjetrës. Po themi që më shumë eksperiencë kam si aktor, por që regjia ka qenë gjithmonë aty dhe sa herë që kam pasur mundësinë, e kam shprehur që është dashuria ime më e fortë. Po themi, regjia, në regji mund të krijosh atë që ka ndjen ti për brenda, ndërsa në një rol ti ke i kufizuar, po them, ndërsa në një regji mund sjellësh imazhin tënd, botën tënde, edhe sigurisht është sfida më e madhe për mua, regjia. Tek shfaqja Katedralja, të cilën e përmendëm edhe në insert, ti ke mbledhur një grup shumë interesant, edhe njerëz që nuk janë fare aktor, por që janë këngëtar totalisht, dhe ke sjellë një shfaqje e cila ka rezultuar shumë e suksesshme në qytetin e Korçës. Filloi dhe mbaroi aty, pra nuk pate mundësinë të shkosh në qytete të tjera dhe si ishte eksperjenca jote me këtë shfaqje? Sigurisht ajo ngelet puna ime e jetës deri tani, po themi, ka qenë një punë shumë sfiduese. U mundova që të përmbledh aktrimin, muzikën, koreografin, për të krijuar bashkë një shfaqje që quhet Katedralja. Po them që ishte sfidë e madhe sepse duke ditur që muzikali është një gjini shumë e vështirë. Duke ditur që në Shqipëri është një rrymë
e pa shfaqur shumë mirë. Unë kam pasur një eksperiencë përpara si aktor, që kam kënduar të shfaqja Jesus Christ Superstar, por këtë herë më dha mundësia që të krijoj unë një musical. Të bësh ti. Ajo tani sapo ka nisur rrugtimin, por vetëm Teatri Korçës ka disa specifika si skenë. Të cilat aren ti përmbush. Është pak e vështirë për ta sjell këtu, sepse unë e kam përqendruar pothuajse gjithë imagjinatën time tek një rotativ që rrotullohet gjatë gjithë kohës një katedrale gjigante, kështu që është e pamundur sepse në Tiranë nuk e kemi një. Teknikisht nuk është ajo. Por mund të përshtatet, domethënë do gjendet forma të reja për të përshtatur, sigurisht unë nuk dua që ta lë të vdesë atë shfaqje, pavarësisht se ajo në Korçë do vazhdojë rrugtimin. Sa do të shfaqet akoma, sepse siç edhe e kuptuam ka patur një rekord qitjesh biletash, ka qenë gjatë gjithë kohës sold out. Çfarë sjell kjo si shfaqje në fakt? Tani është një nga romanet më të njohura të Victor Hugo, Katedrali e Parisit, por unë nuk u përqendrova vetëm te muzikali. Unë bëra një përshtatje të muzikalit duke futur pjesë nga romani, ku përfshiva edhe aktor. Po, domethënë shfaqja është krijuar edhe me orkestrale që janë vetëm balerinët që sjellin historinë e veprës, po themi edhe këngët, por edhe disa etyde që përfshin romanin nga fillimi deri në fund. U mundova që të marr vetëm pjesën e dashurisë së fortë ose kontrasteve të mëdha që flet vepra midis të bukurës dhe të shëmtuarës, po themi dashurisë epshërore, dashurisë së sinqertë, duke i përmbledhur gjitha këto bashku, mundova të krijoj këtë shfaqje që më ka ngrënë shpirtin, me thënë të drejtën, por edhe e kam shijuar pa masë, sidomos në premier, kur gjithë njerëzit uleshin nëpër shkallë, edhe ka qenë një emocion shumë i fortë. Se ka qenë sfidë shumë e madhe. Sa aktor kishe në skenë? Gjithë trupa ka qenë 25, po themi artistë që ishin performonin në skenë, përfshirë pastaj pjesën prapavijen që ka qenë Artur Vera, që e përshëndes, që ka qenë udhëheqësi muzikor, Laer Qazimi dhe Spina Cani, Beqo Nanaj me skenografi gjigande, një nga, po themi, më të mëdhat që kishte bërë ndonjëherë dhe u habita që Beqo me gjithat eksperiencë tha që kjo është skenografia ime më e madhe. Ka qenë një ekip shumë i madh dhe gjej rastin që ta falenderoj Teatrin e Korçës dhe Zamirën për këtë mundësi kaq të madhe që kjo është një shenjë jete për mua. Më ka ngrënë shpirtin në kuptimin, më ka lënë pa gjumë, pa fund, por ajo produkti final ishte një emocion shumë i fortë për mua që nuk kam për të harruar ndonjëherë. Kjo është me të vërtet një ndjesi e bukur, sidomos kur të riqesh nga pasioni dhe pasionin më pas arrin ta kthesh në punë. Gjithashtu një shfaqje tjetër e suksesshme ka qenë për ty edhe projekti Kush do të kujdeset për mua, që është vlerësuar si shfaqja më e mirë në festivalin Hapat në vitin 2024. Pra, le të themi që suksesin dhe këtë qasjen e dashamirësisë nga ana e publikut, po dhe e kritikës e ke arritur shpejt. Shfaqja Kush do të kujdeset për mua dhe ajo ka qenë një sfidë e madhe, duke qenë se u mundova që të bëj një shfaqje brenda një bodrumi për të krijuar jetën e 3 njerëzve të burgosur, por shpirtërisht të lirë. U mundova me këta 3 personazhe të krijoj një grup rocku brenda një bunkeri, edhe aq më tepër një vepër irlandeze aq e njohur dhe aq e famshme. Për pjesën e suksesit pastaj nuk di të them, sepse teatri është demode. Teatri është pak i dal nga vatha, si thua, por prapa ai nuk do të vdes kurrë. Edhe sigurisht që ka ardashës plot që ndjekin teatrin, por sukseset në teatr janë të vogla dhe sekondare. Unë mendoj që sukseset e teatrit janë më shumë shpirtërore, edhe ndonjëherë çmimet janë thjesht po themi një spunto kalimtare, që nuk mendoj që është aq shumë sa përmbushja e shpirtit. Megjithatë mund të një motivim, sepse është i rëndësishëm sigurisht stimuli personal, sidomos kur je ende herët në karrierë dhe këto po themi janë veprat e para të rëndësishme të cilat ti prek kështu si milestones, si gur, të rëndësishëm të mjelit. Por më shumë e prek si shfaqje, pavarësisht edhe çmimit, pas një lloj diskutimi. Por shfaqja, emocioni, ajo ngelet një shenjë që nuk lëviz asnjëherë në shpirti një aktori. Se e ke ndjerë veten të eksperimentosh edhe tek filmi? Folëm pak për filmin Gjurmët, i cili tenton të sjellë një narrativ që përpiqet të japi një qasje që ka të bëjë me mënyrën se si të rinjt sot përjetojnë emocionet, dashurinë,
situata të cilat nga ndonjëherë ne të rriturit i diskutojmë, por edhe nuk i kuptojmë, sepse është krejtësisht një gjenerat tjetër Gen Z dhe mënyra se si ata joshen, se si ata i përjetojnë gjërat, se si ata e kthejnë pastaj ato pas tek të tjerët. Historia e filmit Gjurmët është shumë e çuditshme. Unë në fakt ajo nisi si një projekt teatror. Unë nuk e njoh botën e filmit. Unë e njoh si spektator, e njoh në ndjesi, por anën teknike të kinemas unë nuk e njoh dhe jam shumë i sinqert për këtë gjë që them. Ishte një projekt i cili do të shkonte në nishë të Serbisë, ka qenë një bashkëpunim me një organizat, me që të gjitha dyert u mbyllën për shkak të Covidit, mu desh që të eksperimentoja me këta të rinj. Më thënë të drejtën ka qenë një punë laborator, mund ta them, sepse të gjitha ato historitë që ata kanë nxjerrë te ky film 45 minuta janë nxjerrë nga ata vetë në bisedat gjata ose në problemet që ata kanë edhe krijojnë midis njëri tjetrit. Kështu ka qenë disi ndjesi e çuditshme se si arrita të bëj një film pavarësisht se po them që nuk e njoh plotësisht botën e filmit, ka qenë një rastësi e bukur për të krijuar 12 histori të rinjve, për t'i bashkuar bashkë edhe për të nxjerrë atë që them gjurmët ose si gjurmët e çdo adoleshenti që kur rritet pastaj ngelet gjithmonë në mendje ose aty formojnë karakterin e tyre për të krijuar atë që do të vazhdojnë më vonë. Është pak sa e çuditshme që filmi nuk pati një, po themi, një rrugtim ashtu siç duhet kishte, ngeli vetëm si një shfaqje Projekt, pra. Një projekt, megjithëse u shfaq tek kinema Agimi, te salla e qendrës Agimi, po ashtu edhe bashkë me gjithë organizatorët që u bë një mbledhje madhe, por ngeli aty në sensin për të treguar vetëm një histori të 12 të rinjve që Ndoshta do të ishte mirë që një film apo një rrugtim i tillë, një projekt i tillë të ndahej ndoshta edhe si një orë klase me gjimnazet e Shqipërisë, domethënë që mund të, duke qenë se këto histori dhe këto ngjarje i flasin këtij brezi sot. Ky ka qenë edhe një nga qëllimet e tjera që të vazhdonte, por asnjëherë nuk u gjet një mundësi, por me që u diskutua tani, sinqerisht duhet ta rikthej. Të vjen keq që nga ndonjëherë mundësitë janë, por mbetin aty. Ti vetë si e ke jetuar rinin tënde të hershme, se sigurisht je shumë i ri akoma, të flasim realisht që gjërat i ke jetën shumë përpara, por kur e kujton atë adoleshencën tënde, atë rinin tënde, e dije gjithmonë që do merresh me teatr, kush të ka mbështetur, kush ka qenë gjithmonë për krah teje? Unë kam kaluar një fëmijëri të shkujdesur dhe shumë të mirë, po themi, unë jam rritur në qytetin e Beratit, jam rritur në ato kaldrëmet e bukura dhe në atë kodrën e vogël me pisha, aty e kam krijuar gjithë fëmijërinë time. Hapasapi në shtëpinë e Pionerit, unë aktivizohesha, herë shkoja në kitar, pastaj shkoja në piano, i gjezdisja pothuajse të gjitha ato, derisa rash në kontakt me një person që gjej rastin ta përshëndes dhe nuk e di nëse jeton apo jo më, është një regjisor Beratas, Vangjush Popli, i cili ka vënë një shfaqje në Berat që unë kam pasur një rol shumë të vogël, dhe ai më thot një fjalë dikur, thot që ti mund ta bësh këtë gjë. Për është njeriu që zbuloi talentin tek ti. Ajo fjalë e tij mua më ngeli në mendje dhe unë kam qenë shumë i vogël, kam qenë në klasën e 7, mos gaboj, klasën e 8, një shfaqje për kodikët e purpur të Beratit, një nga gjërat më specifike që i jep atij qyteti shkëlqimin edhe më shumë të asaj që ka. Dhe si duket fjala e tij më ngeli në mendje dhe unë që atëherë e kisha vendosur me veten time që nëse ai më thot që unë di ta bëj këtë punë, atëherë pse jo, unë mos ta vazhdoj rrugën drejt artit, pastaj sigurisht gjatë gjimnazit jam marrë me skeçe të vogla, me shfaqje teatrore në qytetin e Beratit, derisa e vazhdova rrugtimin që është shumë i vështirë, por nëse do rikthehesha prap të njëjtën zgjedhje do të bëja. E kuptoj. Megjithatë, ti në përgjithësi në jetën tënde private nuk je shumë i ekspozuar. Përpiqesh që çdo gjë që ta kesh e ke le të themi në lidhje me punën. Edhe me sa duket edhe partneren tënde e ke zgjedhur gjithashtu pjesë të botës së artit. Është mirë që ti të ndash të njëjtin ambient, të njëjtën punë. Filloni dhe pastaj debatoni, keni opinione, kush është më kritik, kush është më pak kritik, kush është njeriu që mendon që ka gjithmonë të drejtë.
Dhe tjetri duhet hapi rrugë. Partnerja ime është art designer. Dhe sigurisht Sigurisht keni ndarë shumë shfaqje bashkë. Po, patjetër, më është bërë bashkëpunëtore e pandashme tani. Tani më. Sigurisht ajo është Kemi një të këtu pjesë mbështetje. të radio televizionit publik shqiptar, ta themi kështu pak. Është një mbështetje shumë e madhe për mua, jo vetëm me anë të posterave të jashtëzakonshëm që ajo bën, me anë të po themi estetikës së gjithë shfaqjes që jep, po më mbështet dhe në një anë tjetër që është e padukshme. Është e padukshme përtej sakrificës madhe që kërkon teatri, ajo është gjithmonë aty për të mbështetur dhe gjej rastin që ta falenderoj shumë, jo vetëm për punët e saj, por edhe për orët gjithë nerva ose orët e krijimit mia, se si duhet t'ja shpjegoj se është personi i parë që i merr vesh të gjitha. Projektet e tuaj që ti ke në Po, mendje. gjithë ato që kam në mendje, i merr ajo vesh e para dhe pastaj ndoshta mi kornizon, më këshillon edhe po them që është një mbështetje shumë e fortë. Po, kemi disa kohë bashkë. Është në ato dashurit që i themi ne që nisi në bankat e shkollës dhe pastaj vazhdon apo jo? Ne kemi pak diferencë me njëri tjetrin, por kemi një rrugtim shumë të gjatë së bashku. Interesante, më pëlqen ideja. Ku ka qenë momenti që ju të dy me të vërtet keni thënë që po ja dolim, që kjo shfaqje me të vërtet ishte i mbriti pritshmëritë tona? Katedralja mund të ketë qenë ajo? Katedralja pas një lloj diskutimi. Sfida juaj më e madhe. Ajo ka qenë pasi jo vetëm 25 veta kanë qenë pjesë artistike, por duke pasur parasysh edhe anën teknike të teatrit, përfshirë këtu mikrofonimin, rotativi ka qenë një pjesë stresuese tjetër që duhet dikush që ta menaxhonte, ose po themi gjithë pjesa e prapavijës së teatrit. Do të thënë nuk kanë qenë vetëm 25 veta për t'u menaxhuar, por kanë qenë më shumë se 50 veta për t'u menaxhuar, dhe sigurisht që unë bashkë me të na ra përgjegjësia për ta kontrolluar gjithën këtë, patjetër edhe koreografin e mirënjohur pedagogun e Akademisë së Arteve, Artani Bërshimi, që gjej rastin ta falenderoj për një mbështetje shumë të madhe që më ka dhënë te kjo shfaqje, për te eksperiencës të madhe. Pra gjithmonë kthehemi te katedralja për sa i përket. Megjithatë, ti edhe një natyrë shumë i lidhur me familjen tënde. Po. Që të ka qëndruar pranë edhe në momente shumë të vështira. Sigurisht, unë mendoj që është misioni çdo familje që ta bëj këtë, dhe i pyes njerëzit tu sepse mendoj që këtu ndoshta është edhe vendi ku njeriu reflekton dhe ndoshta edhe do të çojë një mesazh apo një falënderim, apo se të dalësh publikisht është gjithmonë është një mënyrë, është një mundësi që të thuash njerëzve atë që harron t'ia thuash çdo ditë, sepse çdo ditë ne harrojmë, ecim me vrap, vazhdojmë pak shpejt, na kapin ritmet, na kapin punët e përditshme dhe ndalojmë një moment dhe sidomos e kemi diskutuar shpesh në këtë studio këtë ditë, fundi vitit, fillimi i vitit, fillojmë dhe mendojmë prindrit, familjen, ca gjëra që i marrim për të mirë qenë, ca gjëra të cilat ndonjëherë na hikin pa arritur të themi sa shumë i duam se ne kemi punë, dhe jo vetëm ne, kuptohet. Kështu që prandaj dhe doja të pyesja. Unë kam një marrëdhënie shumë të shenjtë me nënën time. Duke qenë se babai im nuk jeton më, unë kam qenë shumë i vogël kur ai ka ndryuar jetë, lidhja ime është bërë shumë e fortë me nënën time. Sigurisht ajo që the që ritmi i jetës është shumë i shpejtë si një tren ekspres që nuk ndalon, por unë gjithmonë e gjej kohën për ta telefonuar pothuajse për ditë nënën time. Patjetër unë kam dhe 2 vëllezër të jashtëzakonshëm që janë mbështetja ime më e madhe, por prapë është një shprehje që unë e dua shumë edhe gjithmonë e përsëris që nëse nëna ime buzëqesh, atëherë dielli nuk ka rëndësi nëse nuk lind. Nëna ime është idhulli im, është gjëja më e shtrenjtë që kam, edhe gjej rastin që ta puth nga ekrani dhe t'i them që është gjëja ime më e shtrenjtë që kam në këtë botë. Dhe pa të nuk e di se si do ishte jeta ime, për te gjithë sakrificës së saj, një jetë shumë të vështirë si çdo grua, si çdo nën shqiptare, ajo gjeti mundësinë që djalin e saj ta shkollonte për një shkollë arti, kur jemi ndërgjegjshëm që arti ka shumë sakrificë, ka shumë që nuk i merr gjitha ato benefitet të mëdha, ai sa lodhja e madhe, dhe me gjithë sakrificët e jetës saj, ajo
Të dha ty lirin dhe Më dha mundësi lirin të për ndiqje që ëndrrën unë të tënde. zgjidhja ëndrrën time. Për te artit, skenës, gjërave që i bën me kaq dashuri dhe pasion, a ka ëndra të tjera Xhuliano Brisku të cilat nuk i ka realizuar akoma? Apo gjithçka lidhet me këtë? Unë nuk jam njeri që i planifikoj gjërat. Unë nuk jam njeri që mendoj. Unë jam njeri që kam këtë projektin tani dhe këtë dua ta shfrytëzoj në maksimum, ose dua që sigurisht në aspektin profesional, sigurisht që kam disa ëndrat, po themi vepra, kryevepra botërore që dua Ti i ke në mendje, që i sigurisht? kam në mendje, por sigurisht unë nuk jam njeri që e planifikoj ditën e nesërme, unë jetoj sot, tani, dhe pas pak unë do jem prova dhe mendimi im është vetëm për provat që kam për që t'i shijoj deri në maksimum dhe sigurisht familja që gjithkohës është në mendjen time. Dhe pyetja me qenë se lidhje me shfaqjen, me provat që je duke punuar 24 orë nga jeta e një votuesi, kur do t'jetë shfaqja, si janë Në datat planifikuar? 13, 14, 15, 16, 17, 18 në sallën e madhe të Teatrit Kombëtar është një premierë absolute me një teatr të veçantë kabare, dhe kjo është një rrymë e pazhvilluar në Shqipëri. Regjisorja Driada Dervishi, një nga bashkëpunëtorët e mia që unë kam punuar shumë me të, dhe ka krijuar një lloj stili të veçantë duke marrë tematika shqiptare, i ka përkthyer ato në një kabaret muzikor. Interesant është. Dhe aty sigurisht janë edhe aktorë tjetër shkëlqyer, Arben Derhemi sigurisht që ka rolin kryesor, Zamira Kita, Ermir Hoxhaj, edhe unë jemi një 4 që krijojmë shumë personazhe brenda një shfaqje, dhe mendoj që është një shfaqje shumë e veçantë dhe unë i ftoj të gjithë që të vinë ta shikojnë këtë shfaqje. Patjetër, pse jo. Por më tepër që ka një shfaqje argëtuese, muzika nuk do të mungojë dhe sigurisht dhe situatat me siguri që nuk mungojnë. Unë mendoj që shqiptarët vdesin pak për politikë, kështu që tema kryesore është politika. Pse jo. Dhe mendoj që ka për ta kryer ciklin e saj shumë të fortë dhe mendoj që ka për të pasur sukses. Si të gjitha shfaqjet e Driadës, Driada... Me të vërtet ka vënë disa shfaqje, njëra pas tjetrës që me të vërtet kanë realizuar, kanë qenë suksese, pra le ta themi kështu. Mirë, shumë faleminderit që ishe me mua sot. Për këtë intervistë, ka qenë një nga më të veçantat që janë prekur disa gjëra, që unë është herë e parë që i cek ose i prek dhe i them. Të falenderoj shumë, sinqerisht. Faleminderit edhe ty për sinqeritetin dhe për faktin që erdhe këtu në studion time. Ishte kënaqësi. Suksese dhe vit të mbar. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare për të përcjellë Xhulianon dhe për të shkuar tek një temë tjetër që është shumë interesante. Zakonisht ndodh që çiftet mbasi lind një vajzë apo një djalë, nisin dhe këto debatet mes tyre. Pse? Këto do të përpiqemi ta zbulojmë në temën e vazhdim. Rikthehemi pas pak.